Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Shërbimi i zjarfikës ka dorëzuar në Prokurorinë e Tiranës ekspertizën për zjarrin në Pallatin Arlis. Sipas të dhënave paraprake, flakët nuk kanë nisur nga brenda godinës duke përjashtuar shkëndijën elektrike. Hetimet po përqendrohen te një shkak i mundshëm i jashtëm i zjarrit. Rreth 10 ditë pas zjarrit që përfshiu Pallatin Arlis në Tiranë dhe shkaktoi dëme të mëdha materiale, shërbimi i zjarfikës ka dorëzuar në Prokurorinë e Kryeqytetit ekspertizën zyrtare mbi shkaqet e ngjarjes. Sipas këtij raporti, zjarri që shkrumboi rreth 30 apartamente nuk detyrohej të ketë nisur nga brenda godinës, duke përjashtuar si mundësi edhe një defekt apo shkëndijë elektrike në instalimet e brendshme. Ekspertët theksojnë se deri më tani të dhënat të orientojnë drejt një faktori të jashtëm si burimi i mundshëm i flakëve. Një nga pistat që po hetohet nga organet e drejtësisë lidhet me mundësinë që zjarri të jetë shkaktuar nga një cigare e ndezur, e hedhur nga jashtë, e cila mund të ketë rënë mbi mbetje kartoni pra një karrocerie aty jashtë në shesh pushimin e pallatit. Në kuadër të hetimeve, disa persona janë marrë në shqyrtim nga policia, ndërsa 4 prej tyre fillimisht u arrestuan dhe më pas u lanë në masën detyrim paraqitje nga gjykata e Tiranës. Mes tyre ndodhet inxhinieri i kompanisë ndërtuese Arlis, kontraktori i fasadës së godinës, menaxherja e marketit dhe administratori i pallatit. Ndërkohë, për banorët e prekur nga zjarri, Bashkia e Tiranës ka miratuar një bonus qiraje prej 40.000 lekësh në muaj deri në përfundim të rindërtimit të objektit nga ndërtuesi. Hetimet kanë vijuar dhe me marrje në pyetje të disa të miturve, të cilët janë parë nga kamerat e sigurisë pranë vendngjarjes, pak para shpërthimit të flakëve, në prani të prindërve dhe psikologëve. Ata kanë mohuar të kenë ndezur apo hedhur ndonjë objekt të ndezur, duke deklaruar se ndodheshin thjesht duke luajtur në zonë. Sipas autoriteteve, nga pamjet filmike nuk rezultojnë që të miturit të shihen duke ndezur kartonin, ndërsa hetimet për përcaktimin përfundimtar të shkakut të zjarrit vijojnë ende. Partia Demokratike do të mbajë me 8 maj protestën e radhës kombëtare kundër qeverisë së Rama. Sali Berisha u ka bërë thirrje forcave opozitare të bashkohen në atë që e quan kuriengritje paqësore. Ai akuzon qeverinë për korrupsion dhe penkim të integritetit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike ka njoftuar zhvillimin e protestës së radhës kombëtare me 8 maj si pjesë e aksionit opozitar kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë thirrje të gjitha forcave të tjera opozitare që të lënë më një mosmarrëveshje dhe të bashkohen në këtë proces, të cilën ai e cilëson si një kuriengritje paqësore kundër qeverisjes aktuale. Se me datën 8 maj, një ditë e rëndësishme, shqiptarët do të mlidhen në rrugë dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen e tyre më të fuqishme, paqësore që ka njohur vendi kundër kreut të organizatës kriminale dhe regjimit të tij, qeverisë së tij, pra kundër Edi Ramës dhe narkoministrave. Të lamë me një anë çdo mosmarrëveshje dhe të bashkohemi në këtë kryengritje të fuqishme si shpresa e vetme e shqiptarëve. Berisha është rikthyer edhe te dosja e Akshit, duke përsëritur akuza ndaj kreut të qeverisë për mbrojtje të korrupsionit dhe për sulme ndaj institucioneve të drejtësisë. Strumullari i të gjithë aferës së Akshit është çifti Rama, Edi dhe Linda Rama, sepse përfituesi i qindra tenderave, për të cilët janë marrur peng biznismen, për të cilët Akshi është ndruar në pishinën e peshkaqenëve, siç thot peshkaqeni Ermal Beqiri. Strumullari është Armand Frangu, është bazhanaku i Linda Ramës, është Linda Rama dhe Edi Rama. Famziu Ergyes Agasi edhe sot është i paprekshëm. Ka ble toka me 6 euro aty ku janë të paktën 100 euro metri katror. Dhe ky e deklaron sen me 6 euro. Ka regjistruar në çdo pyll, ka ndërtuar vila dhe resorte. Dhe po vazhdon ndërtimet gjatë gjithë kësaj kohe, se gjoja është në kërkim në një kohë kur ai ruhet nga policia. Mbrohet nga policia me urdhër të Edi Ramës. Në deklaratën e tij, Berisha është ndalur dhe te qëndrimet e mazhorancës lidhur me reformën zgjedhore, duke theksuar se opozita është e gatshme për bashkëpunim vetëm për çështjen e reformës zgjedhore dhe asaj territoriale, ndërsa ka kundërshtuar kushtet e vendosura nga Partia Socialiste për ndryshimin e numrit të deputetëve. Pakt përveç 2 reforma që janë të kërkuara edhe nga Bashkimi Evropian, OSBE-ja, Këshilli i Europës,
me Edi Ramën nuk mund të kemi asnjë pakt tjetër. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama është diktator autoritar, armik i egër, më i egër i opozitës dhe opozita s'mundet kur përveç se këto fushat bashkëpunojnë me te. Lideri i opozitës ka komentuar gjithashtu deklaratat e kryeministrit Rama për mediat ndërkombëtare Politico, duke i cilësuar ato si qëndrime të motivuara nga interesa personale dhe jo nga interesi publik. Ky është një kameleon pa shtyllë kurrizore që mendon se duke notuar për veten e tij mund ndikoj të tjerë. Ju rikujtoj këtu dhe një herë. Para 3 muajve, Edi Rama në samitin politik të Europës deklaroi se Europa nuk ka nevojë për këshilla përtej Atlantikut dhe jep mësime Europës se çfarë qëndrimi duhet mbajë ndaj Putinit dhe agresionit të tij në Ukrainë. Janë që të gjitha shërbime që përpiqet t'i bëj lëkurës së tij. Pas këto zhvillime po ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke krijuar pengesa në hapjen dhe avancimin e negociatave. Partia Socialiste e Shqipërisë kaloi në kuvent 2 projekt ligje të rëndësishme në mungesë të opozitës, e cila u largua nga seanca në shenjë proteste. Nisma të lidhen me reformimin e sistemit arsimor dhe ndryshimet në strukturën drejtuese të Gardës së Republikës. Debati politik u përshkallëzua mes akuzave për politizim dhe mbrojtje së reformave nga mazhoranca. Në një seancë mbajtur në orët e vona të së njëjtës, Kuvendi i Shqipërisë miratoi 2 projekt ligje me votat e shumicës parlamentare, pasi opozita braktisi sallën në shenjë proteste. Largimi i saj erdhi pas përjashtimit të deputetit Luan Baxhi, çka u konsiderua nga opozita si një vendim i anshëm dhe i padrejtë. Në këto kushte, Partia Socialiste kaloi pa pengesa 2 nisma ligjore që kanë ngjallur debat të gjuhur publik dhe politik. Projekt ligji i parë parashikon krijimin e Agjencisë Arsimit, një strukturë e re që synon riorganizimin dhe mbikëqyrjen e politikave arsimore në vend. Opozita e ka kundërshtuar këtë nismë, duke e cilësuar si një instrument që mund të përdoret për ndikim politik mbi mësuesit dhe administratën arsimore. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka theksuar se projekti është hartuar në përputhje me standardet europiane dhe ka marrë vlerësim pozitiv edhe nga Komisioni Evropian. Projektligji i dytë lidhet me ndryshimin në ligjin për Gardën e Republikës, i cili u miratua me 77 vota pro. Me këto 2 ndryshime, mazhoranca synon të rikthejë një model më të centralizuar emërimi për drejtuesit e Gardës, duke hequr procedurën e konkurimit dhe duke parashikuar që emërimi të bëhet drejt për drejt nga kryeministri me propozim të ministrit të brendshëm. Sipas përfaqësuesve të opozitës, kjo qasje cënon transparencën dhe parimin e meritokracisë në institucionet e sigurisë, duke rritur ndikimin politik në strukturat shtetërore. Nga ana tjetër, mazhoranca i konsideron ndryshimet si nevojshme për të rritur efikasitetin dhe për të forcuar komandimin institucional në një strukturë të rëndësishme si Garda e Republikës. Seanca u mbyll mes tensioneve politike dhe mungesës së dialogut mes palëve, duke thedhuar edhe më tej përplasjet në skenën parlamentare. Vijon zgjerimi i zonave prioritare në kuadër të paketës së maleve në bashkitë e vendit. Sipas ministrit Ervin Demo, 40 bashki tashmë kanë miratuar këto zona në këshillat bashkiak. Nisma po të rreqin interes të shtuar nga banorët vendase dhe diaspora. Procesi i zbatimit të paketës së maleve po vijon me ritme të qëndrueshme në të gjithë vendin, ndërsa bashkitë po avancojnë me miratimin e zonave prioritare me territoret e tyre. Sipas ministrit të shtetit për pushtetin vendor, Ervin Demo, së fundmi janë edhe 4 bashki të tjera që kanë përmbyllur procedurat e miratimit, duke e çuar në 40 numrin total të bashkive që kanë përcaktuar zonat prioritare në kuadër të kësaj nisme. 4 bashki të tjera të cilat kanë miratuar zonat prioritare, ne tashmë shkojnë në numrin 40 të bashkive. Siç kemi përmendur edhe më parë, paketi i maleve vazhdon të ketë një interes të shtuar për sa i përket aplikantëve në gjithë territorin, në 40 bashki tashmë të cilat janë shpallur me zonat prioritare. Një pjesë e mirë e bashkive shumë shpejt do të vazhdojë me miratimin e këshillit bashkiak dhe besoj që ky proces do të vazhdojë po ashtu javë pas jave dhe me miratimin e bashkive të cilat kanë për të miratuar akoma zonat prioritare. Demo u ndal edhe tek reforma territoriale, e cila nënvizoi se duhet të dëgjohen sa më shumë palë. Unë mendoj që mendimet e të gjithë aktorëve
aktorëve. Patjetër duke filluar me kryetarët e bashkive, por jo vetëm, duke vazhduar edhe me anëtarët e këshilleve bashkiak, qarqet janë të përfshira, qytetarët po ashtu. Duhet patjetër të japin qëndrimet e tyre për sa i përket reformës dhe aq më shumë të japin qëndrimet e tyre për ato çfarë janë konstatuar gjatë 10 viteve të fundit në reformën e cila në një mënyrë u fut në veprim në vitin 2015. Nisma parashikohet të sjellë përfitime të shumta për bashkitë përkatëse përmes tërheqjes së kapitalit nga investitorë vendas të huaj dhe nga diaspora, rritjes së punësimit, përmirësimit të infrastrukturës, si dhe rritjes së kërkesës për produkte bujqësore dhe blegtorale të zonës. Prokuroria e posaçme ka zgjatur me 3 muaj afatin e hetimeve për tenderin e tunelit të Llogaras. Vendimi është komunikuar zyrtarisht zyrtarëve dhe të pandehurve të përfshirë në këtë çështje. Në dosje gjithashtu është e pandehur edhe ish-zëvendës kryeministri Belinda Balluku. Prokuroria e posaçme ka vendosur zyrtarisht zgjatjen me 3 muaj të afatit të hetimit për çështjen e tenderit të ndërtimit të tunelit të Llogaras, një nga dosjet më të rëndësishme që po hetohet aktualisht nga drejtësia. Vendimi është komunikuar këtë të premte disa prej personave të përfshirë në hetim, mes tyre ish zyrtari i ARSH-s, Gentian Gjyli, si dhe Erald Elizi, ish drejtor në Kesh dhe më herët drejtues në ARSH. Njoftimi është bërë gjithashtu edhe për 2 anëtar të komisionit të vlerësimit të ofertave, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Shnica, të cilat janë marrë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Një ditë më parë, mbrojtja ligjore e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku informoi gjithashtu për zgjatjen e hetimeve në këtë çështje, ku ajo figuron e pandehur për procedurën e tenderit me vlerë rreth 170 milion euro. SPAK e justifikon shtyrjen e afateve hetimore me nevojën për kryerjen e një numri të madh veprimesh procedurale, përfshirë kthyrjen e dokumentave dhe ekspertizën teknike, të cilat kërkojnë kohë shtesë për të përfunduar. Sipas akuzës, hetimi lidhet me shkelje të barazisë në procedurat e tenderimit publik për projektin e tunelit të Llogaras, një nga investimet infrastrukturore më të mëdha të vendit, ndërsa pritet që në muajt në vijim SPAK të vijojë me administrimin e provave dhe marrjeve të dëshmive të reja. Gjykata e posaçme e apelit ka shtyrë shqyrtimin e ankimimit të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, shkaku bë një parregullsi në njoftimin e tij për seancën gjyqësore. Seanca e radhës është caktuar të zhvillohet në 29 prill. Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të shtyjë shqyrtimin e ankimimit të paraqitur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili kundërshton vendimin e shkallës së parë lidhur me pezullimin e afateve të paraburgimit. Sipas trupës gjykuese, arsyeja e shtyrjes lidhet me një parregullsi në procedurën e njoftimit të kryebashkiakut për zhvillimin e seancës, shka e bën të domosdoshme përsëritjen e thirrjes në kushte të rregullta procedurale. Gjykata ka vendosur që shqyrtimi i kërkesës të zhvillohet në një datë të re me 29 prill, duke i dhënë kohë palëve për të garantuar përmbushjen e të gjitha rregullave ligjore të njoftimit dhe pjesëmarrjes në proces. Nga ana e tij, avokati Veliajt, Blaren Dreca, në një prononcim për mediat ka deklaruar se nuk ekzistojnë arsye ligjore për pezullimin e afateve të paraburgimit, duke e konsideruar kërkesën e palës së tij si të mbështetur në bazë të fortë procedurale. Po ajo që është më e rëndësishme dhe është më themelore është ndryshimi i kësaj praktike, e cila po dëmton sigurisht jo vetëm zot Veliaj, por me ç'duket dhe me ç'kam kuptuar nga praktika që është instaluar, po dëmton të gjithë paraburgosur të cilët nuk kanë arsye pse t'u prezullohet paraburgimi, por sa kohë që avokatët e tyre, po ata personalisht vetë nuk kanë shkaqe të paligjshme për shtyrjen e seancave. Erion Veliaj vijon të mbahet në paraburgimin e Durrësit prej më shumë se një viti, ndërsa çështja e tij është ende në shqyrtim në sistemin e drejtësisë. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi vendimin për dënimin e ish-deputetit socialist Jurges Çyrbia. Të njëjtin fat ka edhe Ahmet Masha dhe Altin Hajri, të dënuar për vepra të ndryshme penale. Rasti lidhet me korrupsion zgjedhor dhe bashkëpunim në grupe kriminale. Gjykata e posaçme e apelit ka konfirmuar vendimin e shkallës së parë, duke lënë në fuqi dënimin me burg për ish-deputetin socialist Jurges Çyrbia, si dhe për të pandehurit Ahmet Masha dhe Altin Hajri. Sipas vendimit më parshëm të GJKK-s, Jurges Çyrbia ishte i dënuar me 3 vite burg, dënimi i reduktuar në 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ai është padur fajtor për korrupsion në zgjedhje, për kraje të eksponentëve të krimit dhe nxjerrje të sekretit hetimor, ndërsa prej muajit shkurt ndodhet i liruar pasi ka shkruar dënimin. Në të njëjtën çështje, Altin Hajri është dënuar me 3
vite burg, ndërsa Ahmet Masha me 2.6 vite burg, pas vlerësimit të provave nga gjykata për përfshirjen e tyre në veprimtaritë palishme të lidhura me procesin zgjedhor dhe krimin organizuar. Në apel, Jurgis Shqyrbja kishte kërkuar prishjen e vendimit dhe kthimin e çështjes për gjykim, ndërsa Altin Hajri kërkoi pafajësi apo ricilësim të veprës penale dhe ndikim të palishëm, dhe Ahmet Masha kërkoi gjithashtu shpadhjen e pafajësisë. Sipas prokurorisë së posaçme, e përfaqësuar nga Nan Xholi, ish deputeti Shqyrbja ka kryer në disa raste veprën penale të tregtimit të sekretit hetimor për krahjes e autorëve të krimit dhe korrupsionit zgjedhor në zgjedhjet e marsit 2021. Hetimet kanë zbuluar sipas PAK një bashkëpunim me strukturave politike dhe elementeve të krimit organizuar, ku Shqyrbja dyshohet se ka përdorur pozicionin e tij si deputet për të siguruar dhe shpërndar informacione konfidenciale të policisë në favor të grupeve kriminale në këmbim të mbështetjes elektorale. Një 61 vjeçar ka humbur jetën pas një aksidenti në zonën e kombinatit në Tiranë. Ai u përplas nga një kamion teksa po lëvizte me motorciklet. Nga ngjarja është lënduar dhe një punonjës policie jashtë shërbimit. Një aksident i rëndë është regjistruar në zonën e kombinatit në Tiranë, ku një 61 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e përplasjes me një automjet të tonazhit të rëndë. Viktima u identifikua si Ylmi Dedja, i cili po qarkullonte me motorciklet kur është goditur nga një kamion që drejtohej nga një 34 vjeçar me inicialet GG. Përplasja ka rezultuar fatale për 61 vjeçarin, i cili ka ndruar jetën në vendngjarje. Drejtuesi i kamionit është shoqëruar në komisariat për veprimet më të tishme procedurale, ndërsa pritet të jap shpjegime lidhur me rrethanat e aksidentit. Nga ngjarja është lënduar gjithashtu një punonjës i policisë, i cili ndodhej jashtë shërbimit në momentin e përplasjes. Ai është transportuar në spital dhe po merr kujdes mjekësor në mbikëqyrjen e mjekëve. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për të zbardhur plotësisht dinamikën e aksidentit dhe shkaqet që çuan në përplasjen fatale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprimet më të tishme ligjore. Eci me të tjera zhvillime, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor 3 të akuzuarit për sulmin amatosur në Zveçan me 24 shtator 2023. 2 prej tyre u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërsa një tjetër me 30 vite burg. Rasti lidhet me vrasjen e reshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Gjykata themelore në Prishtinë ka dhënë vendimin për një nga rastet më të rënda të sigurisë në Kosovë, duke dënuar me burgim të përjetshëm Blagojes Pasojevicin dhe Vladimir Tollicin, të cilët akuzohen për sulmin armatosur në komunën e Zveçanit në 24 shtator 2023. Në të njëjtën proces gjyqësor, Dyshan Maksimovic është dënuar me 30 vite burg pas vlerësimit të provave nga trupi gjykues për përfshirjen e tij në ngjarje. Sulmi në Banjsk rezultoi me vrasjen e reshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, duke shkaktuar reagime të forta institucionale dhe ndërkombëtare për siguri në veri të vendit. 3 të dënuarit janë pjesë një grupi më të gjerë prej 45 personash, ndaj të cilëve është ngritur akt akuz nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Përfshir edhe Milan Radojčićin, ish nënkryetar në listës serbe, i cilësuar në akt akuz si organizator kryesor i grupit armatosur. Gjykata vendosi që procedurat ndaj tyre të zhvillohet veçmas pasi ata ndodheshin në paraburgim që nga shtatori 2023, ndërsa rrëzoi kërkesën e prokurorisë për gjykim në mungesë ndaj 42 të dyshuarve të tjerë që aktualisht ndodhen në Arati. Të pandehurit gjatë procesit kanë mohur akuzat duke pretenduar se nuk kanë pasur qëllim vrasjen e policit apo cënimin e integritetit territorial të Kosovës, ndërsa mbrojtja e tyre ka kundërshtuar versionin e prokurorisë për synime politike të grupit. Sipas akt akuzës, pjesa tjetër e të dyshuarve përballet me akuza për terrorizëm, sulm ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, ndërsa Radojčić akuzohet gjithashtu për financim dhe lehtësim të aktiviteteve terroriste, si dhe për pastrim parash. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë tek thjellët pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara jugore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe gjatë pasdites moti do të vijojë me diell dhe temperatura të këndshme pranverore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 19 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 21 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 22 gradë Celsius. Berat 12 deri në 22 gradë Celsius. Korç 5 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 21 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me diell, ndërsa vetëm në disa zona do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:32 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 18 gradë Celsius. Podujev 6 deri në 16 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 18 gradë Celsius. Pej 8 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 8 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov 10 deri në 19 gradë Celsius. Malishev 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjilan 7 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 16 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 19 gradë Celsius. Prizren 8 deri në 17 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.